dhe u vuri si kusht ta kalojnë atë 2% e famshëm të GDP-s, ta rrisin deri në 5%. Duke e quar në 5% vete buxheti i parashikuar i NATO-s $1.5 trilion në vit. Nga të cilat shumicën do t'i vërë Amerika, $800-900 miliard do investojnë në Amerika, pjesën tjetër duhet ta vënë vendet evropiane. Por kjo i rëndon ekonominë e vendeve evropiane dhe në radhë të parë, investimet amerikane që kanë qenë për NATO, shumë prej tyre janë shpërdoruar nga politika evropiane. Trumpi u tha hapur në një takim me udhëheqësit e vendeve që të NATO-s që paratë e dërguara nga Amerika ju i keni kthyer në vila edhe në makina luksoze e ku e tjerë dhe nuk i keni përdorur për mbrojtje. Prandaj si mund të investojnë akoma për juve kur ju nuk doni të mbroheni në këtë drejtim. Dhe kjo krijoi ato problemet e grindjeve të zakonshme që shohim ne për ditë lidhur me këta antarët e NATO-s duke u përplasim me njëri tjetrin. Aq më tepër kur del në një problem si puna e Groenlandës, që duke sikur acarohen jashtëzakonisht situata. NATO është e domosdoshme për Evropë. Evropa pa NATO nuk ekziston dot. Kështu si ç'është tani, sepse NATO përball problemet që mund të vinë nga Rusia, konflikti i Ukrainës, NATO përballon problemet nga sektorë të tjerë, përballon problemet që vinë nga terrorizmi, nga lufta kibernetike e të tjera. Vetë Evropa e lodhur, e plakur edhe e pa një organizim kompakt nuk e bën dot. Prandaj bën zhurmë në mënyrë që të ruhet brenda umbrellës amerikane. Kështu që NATO nuk do prishet. NATO ka nevojë për reformim, sepse të gjitha problemet që lidhen e që diskutohen e duke sikur po prishet, nuk ka për të prishur NATO. Të gjitha këto probleme kanë kyçin tek problemi financiar. Evropa nuk do të investojë, ose do të ruajë tek ky 2% dhe e kanë dhënë atë idenë që dakord jemi që deri në 2035 të arrijmë 5% e GDP-s, por me atë prapavijin që do iki, Trumpi do vi një president tjetër, do jam ushim mendjen atij që të mos vemi te 5%. Para këto janë intrigat e zakonshme të politikës së prapambetur evropiane. Zotja Bile, edhe diçka kam tek ajo pjesa e mbrojtjes hapësirës ajrore që ne kemi diskutuar edhe herë tjetër, tonën, në mos gaboj janë italianët dhe grekët. Po e kemi zgjedhur ne këtë apo e ka zgjedhur NATO? Si funksionon? Jo, ato i kemi zgjedhur ne, ja kemi propozuar NATO-s. Në fillim, ne pa hyrë në NATO me qefi më të madh, politika jonë ja kaloi mbrojtjen e hapësirës ajrore e Greqisë. Me një vendim qeverie, e ku t'ju ne ilustruan atje në parlament. Pa hyrë në NATO. Pa hyrë në NATO, ne vum çadrën greke për mbrojtjen e hapësirës ajrore. Kjo ishte politika jonë. Dhe me kalimin e kohës tani ne ndihemi për këto punë se nuk kemi përfaqësues politik dinjitoz që të ngulin këmbë për problemet e dinjitetit kombëtar, po ata që na kanë në survejim, Amerika, Turqia e këto, nuk u pëlqen kjo ombrell e marrë nga Greqia. Dhe u ndryshua situata, ju kalua Italisë. Pra, nuk është se ka Greqia më aktualisht e ka Italia. I kanë lënë Greqisë një hapësirë që edhe ajo mundet të kontribuojë në mbrojtjen, por kryesisht e ka Italia. Ndërsa ngritja e bazës së Kuçovës me aeroplanet që pruri Amerika aty, dhe me ca investime të tjera që do bëhen për dronet, disa dronë kanë ardhur, do vinë të tjerë, dronë luftarak, jo nga këta që do vinë kryesisht nga Turqia, atëre
Edhe Italia do sfosohet në këtë drejtim dhe duke patur bazën tënde je i pavarur në këtë kuptim, varesh në Amerika, jo në këta. Por ne, do me thënë, avion vetë vështirë që të kemi për ta mbrojtur, po do jenë këta. Edhe për ndoshta disa vite. Më fal. Ne nuk duam të mbrojemi, do me thënë, ne që nga vitet 90 e goditëm mbrojtjen në të gjitha drejtimet, e goditëm në formë politike, në formë ushtarake, gjithë dhe degeneruam. Ne i tham botës që nuk duam të mbrojemi, cop muhabeti, dhe pushkën e fundit që kishin në depo e morëm me shkrim. Që u ka të njësë vëndin ju. Po, më në fund, disa njerëz e kuptuan dhe patën një ndërgjegje kombëtare që në fundit edhe ne duhet kemi diçka për mbrojtjen tonë dhe mbas vitit 2000 filloi gradualisht mbrojtja jonë qoftë edhe ashtu e dobët ashtu po filloi të ringjallet dhe të marrin formë. Ne jemi akoma larg asaj që duhem për të vetë mbrojtur. Por lutemi që kemi ombrellën e NATO-s dhe ombrellën amerikane që na mbron. Këtu e bazojmë mbrojtjen. Ne nuk jemi në gjendje të mbajmë një ushtri të mirë të fortë për të krijuar një mbrojtje të pavarur, nuk e bëjmë dot. S'kemi më këllqe, i kemi mbaruar në këto dhe as nuk duan. Politika nuk do në këto drejtim, por shqyr, kemi Amerikën na mbron edhe kemi stakuar këtë çështje dhe e kemi përfunduar që na mbron NATO dhe ashtu edhe ne flëm rehat. Kjo është ideja me thjesht e politikës tonë. Zotja Bile, edhe diçka të lutem, për bazat e huaja këtu, kemi në Kuçov NATO-n, Pashalimani Turqit, po të tjera? NATO është në Kuçov, kuptoj. Ajo është kryesisht në drejtimin amerikan. Kemi në Pashaliman, Turqit nuk janë tamam në formën e një njësie që krijon një bazë ushtarake, por e kanë në menaxhim. Dhe nesër pas nesër ajo bazë është e projektuar që të jetë bazë e NATO-s, por nëse do ketë një situatë tjetër, aty është e gatshme, baza është e gatshme të vihet në funksion të NATO-s. Po ashtu dhe Porto Palermo, njëkohësisht edhe këto aerodromet, për shembull aerodromi i Gjadrit në Lezhë, i cili është totalisht funksional dhe është në ruajtje nga NATO. Ai kur të dojë mund të përdoret për ato qëllime. Dhe shqyr që i ruan NATO se ne do i kishim bërë depo për miella, domate, studium çfarë mund t'u jepnim privatëve. Dhe janë dhe disa baza më të vogla që janë nën kujdesin e disa njësive amerikane, të cilët kujdesen për mirëmbajtjen, për ruajtjen nga çmimi, qoftë edhe me një ekip të vogël, minimal. Janë disa së shkoa për të folur. Po, grekët nuk kanë edhe italianët, domethënë, fqinjet nuk kanë. Jo. Nuk kanë. Grekët bën tentativa duke filluar nga 97-a e tu edhe para 97-s se ata janë protagonistë në përgatitjen e ngjarjeve të 97-s, po gradualisht u spostuan në të drejtim. Ne ruajmë me Greqinë ato marrëdhënie që si partner të NATO-s marrin pjesë. Edhe në kur zhvillohen stërvitje në Greqi, njësi tona vend bashkëpunojnë ose vinë ata kur në një stërvitje. Do më thënë i ruajmë ato relatat si aliat, si partner të një organizate ushtarake. Po jo më tepër. Zotja Bile, lutem edhe diçka për ta mbyllë, sepse ju më keni folur gjithmonë për industrinë ushtarake që u shkatrua. Por edhe asetet, burimet njerëzore, ushtarakët me kontribut shumë të madh, për ta parë në dy aspekte, ndoshta edhe shteti i ka menjanuar, një pjesë edhe ndoshta i hodhi në rrugë pas ndryshimit të sistemit, por edhe ata kanë qenë çik të tërhequr për të marrë pjesë në këto procese për të ushtruar presion. Pra, jo të gjithë kanë dalë, kanë folë siç keni folur ju. Puna është që duke filluar nga 92 me ardhin e Partisë Demokratike në pushtet, u godit gjithë industria, gjithë ekonomia, u fut në një kaos që gradualisht doli tek 97-a.
të ngjarjet e 97-s. E para, u godit e u paralizua industria ushtarake. Në industrinë ushtarake ne kishim të punësuar 35.000 veta. Dhe këta u ndodhen pa pritur, pa punë, pa gjë dhe dolën në rrugë. Dhe detyrimisht dikush aty në ato ndërmarrjet ushtarake u përpoq të bënte diçka për ta mbajtur atë ndërmarrje gjallë. U shty një farë kohë, por nuk kishte as mbështetje politike, as administrative për ta mbajtur gjallë, në forma nga më të ndryshme. Dhe ndofta nuk mund të mbaje dot 35.000 punëtorë, po mund të mbaje 5.000, gradualisht duke ruajtur strukturën dhe bazën materiale. Se erdhi puna që makineritë jashtëzakonisht të shtrenjta u shitën për skrap. Lëndët e para që ishin në rezervë për një kohë të gjatë, u rrëmbyen dhe u shitën për 5 lekë. Dhe u baterdis. Dhe tani që të ngresh industrinë ushtarake duhet marrësh lëndë e para. Lëndë e para duhet i blesh me dollar. Në kohë që ne kishim depo të tëra për lëndë e para për të punuar në mënyrë të pavarur industria, sikur mos merrte asnjë gozhd nga jashtë, kishte lëndët e para për të punuar deri në 5 vjet në luftë totale. Dhe gjithë kjo bazë materiale u zhduk. U shitën në rrugë, u rrëmbyen, u shitën jashtë shtetit me çmimet qesharake dhe tani është e vështirë për të siguruar bazën materiale. Dhe duhet një partner shumë i fortë, që jo vetëm të bjerë teknologjinë, të bjerë specialistët e shkencën e ku dion atje, por duhet bjerë dhe lëndët e para. Domethënë ka një kosto të madhe këto. Ne sot s'kemi llamarina për veshur një makinë. Jo për të prodhuar të tjera. Të gjitha këto do vinë nga importi. Natyrisht këto do rëndojnë kanë koston e tyre. Dhe në qoftë se ai partneri i jep sot, nesër do kërkojë parat gradualisht. Zotja Bilej, unë të falenderoj shumë për bisedën e gjatë, për shpjegimet e detajuara, për ato të dhëna mjaft interesante për Sazanin. Jo të gjithë i dinë dhe jo të gjithë e kanë prekur. Po ashtu dhe për investimet në pjesën e ushtrisë, raportin me fqinjet, NATO-n, situatën gjeopolitike. Të falenderoj shumë. Faleminderit, shpresoj ju kem dhënë përgjigje pyetjeve që më shtruat juve. Një zbërthim mjaft i qartë, jam mirënjohës shumë.